Në episodin e fundit të Big Talk, mes të ftuarve të tjerë ishte e pranishme edhe ish opinionistja e Big Brother VIP Kosova Anita Haradinaj. Gjatë prezantimit moderatorja ju drejtua asaj me emrin Anita Muçaj Haradinaj. Reagimi i Anitës ishte menjëhershëm dhe u kuptua qartë se ky prezantim nuk i pëlqeu, gjë që nuk kaloi pa u vënë re edhe nga publiku. Ajo ndërhyri direkt duke sqaruar: "Mos mashtoni mua të mbiemër se unë jam Anita Haradinaj." Ky moment u komentua gjërësisht në rrjetet sociale ku reagimi i Anitës ngjalli diskutime të shumta. Shumë kritikuan duke theksuar faktin se ajo nuk pranoi të prezantohej me mbiemrin e babait apo të vajzërisë Muçaj, por këmbguli të identifikohej vetëm si Anita Haradinaj. Trajneri i Juventusit Luciano Spalletti ishte i detyruar të ndryshonte planin e tij gjatë pushimit të pjesës së parë në ndeshjen e Serie A ndaj Lazios, të zhvilluar të dielën mbrëmë në Allianz Stadium, e cila u mbyll 2-2. Bardhëzinjt e mbyllën pjesën e parë në disavantazh 1-0 pas golit të Pedros, ndërsa Spalletti kishte vendosur të bënte një ndryshim ofensiv për të reaguar në pjesën e dytë. Fillimisht, strategu italian kishte planifikuar të largonte nga loja mbrojtësin e krahut, Juan Cabal, dhe në vend të tij defuste ansorin portugez Francisco Conceição, i cili u pa duke marrë udhëzime të detajuara nga stafi teknik gjatë nxehjes në pushim mes pjesëve, shkruan Futboll Italia. Megjithatë, situata ndryshoi në momentet e fundit, pasi Conceição ndjeu shqetësim në gjuhë gjatë nxehjes. Stafi mjekësor dhe teknik i Juventusit vendosën të mos e rrezikonin lojtarin portugez për pjesën e dytë, duke marrë parasysh gjendjen e tij fizike. Si pasojë, Spalletti u detyrua të ndryshonte zgjedhje dhe të vendosë të aktivizoje Don Zegrovën, i cili hyri në lojë në vend të Juan Cabal për fillimin e pjesës së dytë. Ndeshja u komplikua më tej për Juventusin pasi Lazio realizoi edhe golin e dytë me Gustav Isaksen, por reagimi i vendasve erdhi më vonë. Weston McKennie gushtoi rezultatin pak para minutës së 60, ndërsa Pierre Kalulu shënoi golin e barazimit dramatik vetëm 15 sekonda para fillimit të kohës shtesë, duke shpëtuar një pikë për bardhëzinjt. Ndryshimi detyruar nga Spalletti dhe aktivizimi i Zegrovës në vend të Conceiçãos u bë kështu një nga momentet më të diskutuara të mbrëmjes në Torino me kosovarin, që bëri një paraqitje solide.